Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Perëndis. Është autoritet për jetën time. Unë besoj në atë që Jezusi bëri 2000 vite më parë. Ai shkoi në kryq për mua. Dhe ai më dha jetën e tij. Në emrin e Jezusit. Unë e kam marrë jetën. Dhe e kam me bollëk. Në të. Unë kam identitet të ri. Unë jam i shpëtuar. Unë jam i shpenguar. Unë jam i bekuar. Unë jam i begatuar. Unë jam i suksesshëm. Unë jam i aprovuar. Unë jam i miratuar. Unë jam i pajisur. Unë jam i restauruar. Unë jam i vendosur. Unë jam i vajosur. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Unë jam fitimtar. Dhe unë kam autoritet mbi çdo pushtet e errësirës. Sot në emrin e Jezusit. Unë marr autoritet në jetën time. Në mendjen time. Në shëndetin tim. Në rrethanat e mia. Dhe mbi malet e mia. Dhe unë i flas atyre në emrin e Jezusit. Largoni nga rruga ime. Unë kam rrugën të hapur. Djalli është poshtë këmbëve të mia. Atë që ai e ka nisur për keq, Zoti e merr dhe e kthen në favorin tim. Asnjë armë e sajuar kundër meje nuk ka sukses. Sepse vajosja e Zotit më mbron dhe më bekon. Në emrin e Jezus. Amen. Halleluja. Lavdi Perëndis. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Tema për të cilën do të flas sot është vetëm Jezusi, askush tjetër. Nuk ka shpëtim në asnjë emër tjetër përveç se në Jezu Krishtin. Askush nga ata që pretendojnë që janë profet apo që janë lider të ndonjë feje tjetër nuk erdhi nga qielli në tokë, nuk shkoi në kryq, nuk vdiq dhe të shkonte në varr, nuk u ringjall dhe të shkonte prapë në qiell, përveç se Jezus Krishtit. Jezu Krishti është e vetmja rrugë për shpëtim, për bekim, për shërim, është zgjidhja e Perëndis për problemin ton. Problemet, vështirësitë, luftrat dhe mungesa që ne përballim në këtë botë nuk janë destinacioni yt përfundimtar. Veprat e Apostullëve kapitulli 2, fjala e Zotit na mëson se fryma e shenjtë erdhi befas ose papritmas nga qielli. Ata po kërkonin, po luteshin, po nuk e dinin kur do vinte. Dhe fjala e Zotit thotë që befas, papritmas u dëgjua një shëtim. Dhe Zoti do të shfaqet në jetën tënde papritmas. Thuaj bashkë me mua. Zot, unë pres që ti të shfaqesh në jetën time papritmas. Dyert të hapen. Varësit të thyen. Gjykatët të largohen. Në emrin e Jezus. Çdo prang do thyet. Amen. Halleluja. Dhe kur këto gjëra të ndodhin në jetën tënde, ti do të shikosh rritje, do të shikosh sukses, do të shikosh promovim dhe do të shikosh bollëk. Por ndonjëherë ne tundohemi që të friksohemi. Ne tundohemi që të tmerrohemi dhe ne tundohemi që të shqetësohemi. Djalli bën këtë punë që ne mos të flasim me besim dhe ne të flasim frikë, shqetësim dhe tmerr. Dhe ne të flasim probleme për shkak të rrethanave apo simptomave apo mënyrës se si ne ndihemi. Sot dua të them, mos fol fare simptomat e tua. Mos shko vërdall të thuash frikrat e tua, por kthej përgjigje. Ndrysho situatën tënde dhe duke thënë, ndjenjat e mia, rrethanat e mia, simptomat e mia nuk janë Zoti im. Ta themi së bashku,
ndjenjat e mia, rrethanat e mia, simptomat e mia, armiqtë e mi, nuk janë Zoti im. Vetëm Jezu Krishti është Zoti im. Ai është bariu i mirë. Dhe ai ma ka dhënë jetën. Dhe unë e kam me bollak. Në emrin Jezus. Amen. Halleluja. Kjo është një vërtet që dua të flas sot, që qielli e ka shpallur dhe feri e di dhe e ka frikë. Pra, ne duhet të kuptojmë dy realitete. Realitetin e qiellit, qielli e ka thënë, e ka folur dhe e ka shpallur. Ne duhet ta besojmë, pse? Sepse dhe feri e ka frikë këtë realitet që ne po flasim sot. Nuk ka Zot tjetër që mund të çlirojë përveç se Jezus Krishtit. Në librin e Danielit në kapitullin e 3, ne mësojmë për 3 shokët e Danielit, se si ata qëndruan përpara vështirësive. Çfarë ndodhi? Njerëzit që i kishin inat për shkak se ata adhuronin Zotin e vërtet, ata ngriheshin çdo mëngjes dhe dikush i kishte spionuar, i kishte parë, që luteshin dhe i luteshin Zotit të vërtet. Çfarë bëri? Shkon dhe i thon mbretit, i cili ishte edhe perandor gjithashtu, dhe ishte një njeri shumë i dhunshëm. Shiko, ne do bëjmë një statuj që gjithë popujt të adhurojnë ty. Por do ketë një kusht. Ata që nuk të adhurojnë ty, duhet të priten, duhet të digjen. Edhe ashtu ndodhi. Dhe 3 shokët e Danielit nuk ju bindën këtij urdhri. I ka përmat duke adhuruar Zotin e vërtet. Por çfarë thon ata? Danieli 3:29 thot, nuk ka Zot tjetër që mund të çlirojë në këtë mënyrë. Pasi i futën në turrën e zjarrit, fura ishte nxehur aq shumë sa që rojet që u afruan i hodhën ata brenda, po u dogjën vetë. Dhe mbas një farë momenti, mbreti sillet vërdall furit dhe kërkon të shikojë. Çfarë do të shikonte? Ai do të shikonte hi. Por në të vërtetë pa një gjë shumë të mrekullueshme. Pa të 3 miqtë e Danielit që shëtisnin me një njeri të katërt. Edhe që tha mbreti, wow, mirë që nuk janë djegur, por që nga me një njeri të katërt dhe ky i katërt i ngjaka birit të Perëndis. Kjo është një zbulesë që Zoti i dha mbretit që nuk ishte fare besimtar. Dhe pasi nxori nga zjarri, ç'a bëri? Vajti dhe u mori herë. Nuk mbanin as herë aty. Imagjino, zjarri nuk i dogji, pas nuk mbanin herë aty. Dhe Zoti kishte çliruar dhe pastaj ai tha, nuk ka Zot tjetër që mund të çlirojë në këtë mënyrë. Nuk ka shanse. Futet minerali në zjarr, futet floriri në zjarr, hekuri, çdo metal shkrihet nga zjarri. Nuk ka shanse që të qëndrojë. Por ata me mish dhe me gjak nuk u dogjën. Çfarë u dogjën? U dogjë diçka në jetën e tyre. Litarët që ishin lidhur u dogjën. Edhe kjo shumë e fuqishme që unë dua ta kuptoni sot. Në kohën ku ne po jetojmë, ka shumë njerëz që kanë shumë qef të japin këshilla. Ka sisteme që premtojnë zgjidhje. Ka opinionistë që dalin nëpër televizione, që bëjnë si gjitholog, marrin vesh nga gjitha ata. Dhe japin zgjidhje për çdo gjë. Ne mund të ulemi në lokal dhe dëgjojmë kamarierin që na flet për politikë. Dhe dëgjojmë banakierin që na flet për luftra. Janë ekspert luftëve të gjithë. Sepse mësojnë nga këta gjithologët dhe ky është ndërtuar një sistem barbotëror. Edhe madje disa nuk e di u mërzitën që sfitoi Shqipëria. Dije në Eurovision, unë e dije që nuk do fitonte. Pse? Sepse kështu është Europa. Nuk duan, po ti veshë gjithë këngëtarët që ecin janë me shenja satanike. Duhet të zhvishesh lakuriq që të fitosh atje. Ky është një lloj sistemi që është ndërtuar dhe që është kundra kulturës së kishës. Prandaj ne duhet kuptojmë që shpeshherë kjo botë bëhet e zjarrt për njerëzit e kishës. Bëhet një sprovë, bëhet sulm.
Dhe kur ne jetojmë në mënyrën se si Zoti do, për ata jemi rrezik. Pse? Se ne shpallim të vërtetën dhe njerëzit nuk duan ta dëgjojnë të vërtetën. Njerëzit duan të gënjehen sot. I pëlqen më shumë gënjeshtra se sa e vërteta. Po kur hyn në zjarr, kur sprova bëhet më e madhe se sa forca jote, kur lopët bëhen ushqimi yt gjatë natës dhe askush nuk e kupton dhimbjen tënde, unë dua të them, mos u mërzit, sepse është dikush që të kupton ty. Dhe ky është Jezus Krishti. Vetëm Jezusi hyn në flakët e tua. Askush nuk do duroj dot dhe nuk do guxoj që të hyj me ty në flak. Por ama, Jezusi hyn në flak. Dhe ne e dim, Jezusi hyri në varr, Jezusi shkoi në kryq dhe ai bëri gjitha këto gjëra për mua dhe për ty. Jezusi hyn në shkretëtirën tënde, nëse ti mendon që je në shkretëtirë sot edhe askush nuk e di, s'ka problem, le mos ta di, punë e madhe. Është dikush që e di. Jezusi e di dhe e hyn në zjarrin tënd. Sot ti mund të kesh ardhur në kish i trazuar, emocionalisht. Mund të kesh ardhur i lidhur nga plakët e të shkuarës. Mbase njerëzit mund të kenë lënduar. Mbase ke ardhur i lidhur nga frikrat. Mbase ke ardhur i lidhur nga akuzat e djallit. Mbase dikush të ka harruar dhe ti ndihesh i vetmuar. Mbase të kanë refuzuar gjatë jetës. Mbase të kanë bullizuar. Dhe ndoshta sot je i lodhur nga betejat. Ke pasur situata të vështira njëra pas tjetrës. Ndoshta ke pasur luftë me vjerin, ndoshta ke pasur luftë me vjerën, edhe me njerëz që nuk të kanë qenë ndonjëherë mirënjohës dhe ti gjithmonë ke bërë më të mirën tënde. Por, duhet të them sot, ti nuk do të digjesh në këtë zjarr. Thuaj bashkë me mua, unë nuk do të digjem nga ky zjarr, por do të dal me një dëshmi. Le të shikojmë çfarë bën shokët e Danielit dhe çfarë ndodhi atyre. Gjë e parë, ata u futën në furrën e zjarrit të lidhur. Shadraku, Meshaku dhe Abednego nuk hyn në zjarr sepse kishin bërë mëkat apo kishin një sjellje të keqe. Jo gjithmonë. Një nga gënjeshtrat që djalli na bën është që kur ke kalon në përprova, madje edhe ndonjëherë nëse të krishterë që kur shikojmë të krishterë tjetër që kalon në vështirësi dhe kush e di ku ka mëkatuar. Kujdes. Se këta nuk ishin mëkatuar fare. Por ne hyjmë në përprova si rezultat i Satanit. Tani Zoti nuk sjell asnjë provë. Ai lejon që këto të ndodhin, por i merr dhe i ndryshon dhe i bën për të mirën tonë. Dhe ne do shikojmë se si ka kaluar ky proces. Ata hynë në zjarr sepse refuzuan të përkulen përpara idhullit të mbretit. Ata qëndruan kundër sistemit të asaj bote. Pra sot, nëse ti do qëndrosh kundër sistemit të kësaj bote, ka shumë pastor dhe të krishterë që është thënë mos predikoni 1 Korintasit kapitullin 2 në Kanada, nuk lejohet me ligj. Pse? Sepse aty listohen disa mëkate që ata i quajnë qef. Dhe nëse predikon për kundër këtyre mëkateve, çfarë ndodh? I kanë futur në burg. I kanë gjobitur. Në mos në burg i kanë gjobitur. Pse? Se kanë folur kundër kurvërisë. Kanë folur kundër homoseksualitetit. Kanë folur kundër lakurisisë. Dhe nëse flet për këto gjëra në këto shtete, pa të fusin burg, sepse je kundra sistemit të botës. Dhe këta njerëz qëndruan kundër sistemit të botës. Ata nuk adhuruan figurën e mbretit, dhe mbase idhujt sot nuk janë figura e mbretit, nuk janë statuja, po mund të jenë të brendshëm. Sot nëse ti nuk ndjek modën që të adhurosh këto këngëtarët e famshëm, atëre je kot, njerëzit të përjashtojnë nga shoqëria. Prandaj sot duhet të them që sistemi botëror sot është i korruptuar dhe ne duhet të qëndrojmë të fortë. Ka raste kur bindja ndaj Perëndis
të çon në betejë të tilla, të çon dhe në persekutim. Besnikëria ndaj Perëndis nuk kursen gjithmonë nga zjarri, nuk na kursen, por na garanton praninë e tij në mes të zjarrit. Sa nga ju keni lexuar Gjonin, Ungjillin e Gjonit? 1 Gjoni, 2 Gjoni, 3 Gjoni. E di çfarë ndodhi Gjoni? Perëndori i Romës e mori dhe e hodhi në kazan të zier me vaj. Dhe kur vaj nuk e dogji, ai filloi dhe u predikoi ungjillin dhe gjithë arena u bë besimtar. Kështu u kthye Efesi. Dhe pastaj internuan në në ishullin Patmos. Zoti nuk e hoqi Gjonin në vaj zier. Të bie një pikë vaj dhe ta djeg dorën. Ai u futi gjithë atje, po Zoti ishte me Gjonin në mes të vajit. Dhe Zoti do jetë me ty në mes të zjarrit tënd. Ata ishin të lidhur, ti mund jesh i lidhur sot. Ata ishin të akuzuar, ishin të pak në numër, sepse ishin 3 me mira, dhe të rrethuar nga një sistem politik kundër tyre. Problemi i mberetit ishte ky. Ai mendoi se zjarri do t'i shkatronte ata. Bota mendon që sharja, ofendimi, rrakja, zjarri do na shkatrojë ne. Por zjarri vetëm sa i afroi ata më shumë me Perëndin, sepse ata ju drejtuan Zotit. Ata thanë, Zot ne e dim, mbret ne e dim që Zoti që ne besojmë është i aftë të na shpëtojë. Por edhe nëse nuk do ta bëjë, ne nuk do ta mohojmë. Ata ishin të bindur për jetën e përjetshme që kishin me Zotin. Ka njerëz sot që ndihen të lidhur nga depresioni, nga mëkati, nga varësit, nga varfëria, nga fjalët që të tjerë kanë folur mbi ta. Por dëgjoj këtë. Ajo që të lidh ty sot në tokë, nuk mund të mbaj ty lidhur kur Perëndia hyn në zjarrin tënd. E rëndësishme është që ti të thuash Zot, hyr në zjarrin tim. Lejoje që Zoti të hyjë në zjarrin tënd. Zoti hyri në mes të flakëve. Gjëja e dytë që shikojmë në këtë histori është që Zoti hyri në mes të flakëve. Zoti do hyjë në mes të flakëve të tua. Kur mbreti pa furën, ai tha, ne hodhëm 3 burra, po pse po shikoj 4? Njerëzit mund të hedhin ty në për këto zjarre. Por ata do të çuditen dhe do thonë, pse po shikoj një të 4 tonë me këtë? Ose unë po i bëj kaq shumë, po pse po shikoj një tjetër që është me këtë? Ata nuk ishin vetëm dhe ti nuk je vetëm. Perëndia kishte hyrë në zjarrin e tyre. Dhe ky është një ndryshim mes Jezusit dhe çdo njeriu tjetër që pretendon se mund të jetë Zot apo mund të jetë lideri i një religioni. Ai është rruga e vërteta dhe jeta. Feja të jep rregulla. Feja thot vrit për mua. Por Jezusi tha, unë do vdes për ty. Feja thot bëj këtë gjë për mua. Jezusi tha, unë do qëndroj në mes të zjarrit për ty. Unë do shkoj do vdes për ty. Njerëzit mund të japin opinione, qeverit ndërtojnë sisteme të korruptuara, por Jezusi hyn në zjarr me ty. Shikoni, Jezusi nuk tha, unë po ju pres jashtë. Rini ju aty të zjarri, po unë po pres me një vend tjetër. Jo. Ai tha, unë jam variu i mirë, unë jam tjetën për delet e mia. Dhe ai hyri në zjarr. Kur ne kalojmë në për tradhti, kur ne kalojmë në për humbje, kur ne kalojmë në për lot, kur ne kalojmë në për sulme shpirtërore, në për net pa gjumë, kujto këtë, unë nuk jam vetëm në furrën time. Ka një të 4 që po ecën në zjarr bashkë me ty. Je sigurt se armiqtë e tu do ta shohin atë që Zoti po bën me ty dhe do të turpërohen. Armiqtë e këtyre 3
çunave të zjarrt, sepse ishin adoleshentë atë kohë, u turpëruan. Jezusi është paqja në mes të stuisë. Ai është uji në shkretëtir. Ai është drita në errësirë. Ai është çlirim në mes të flakëve. Ai është përgjigjja e qiellit për çdo problem që ne kemi sot. Gjë e tretë që ne mësojmë është zjarri nuk i shkatroi, por zbuloi çfarë? Zbuloi Zotin në jetën e tyre. Mbreti po priste hi, por ama pa lavdi. Nëse njerëzit po presin shkatrimin tënd, ata do shkojnë lavdi e Zotit në jetën tënde. Ai priste britma të meri, priste të dëgjonte frikën e tyre, ulërimat, po digjemi. Por pa adhurim, ata adhuruan Zotin atje. Ndaj sot fillo dhe adhuro Zotin. Hape gojën. Djalli dëshiron që të mbylli gojën ty, prandaj sjell gjithë këto gjëra. Sot, nëse ke dëgjuar të lajm, fillo dhe adhuro Zotin, dhe adhurimi yt do ta bëjë që ai të ketë merë. Ai do iki me frikë përpara teje. Mbreti ishte duke parë vdekje. Djalli sjell probleme, situata të vështira për shkak të vdekjes, por Jezusi tha, kjo sëmundje nuk është për fitoren e vdekjes, por është për lavdin e Perëndis, dhe Zoti do të shfaqi lavdin e tij në jetën tonë. Ndonjëherë zjarri që armiku dërgon për të shkatëruar bëhet platforma ku Perëndia shfaq fuqinë e tij. Ai shfaq lavdinë e tij atje ku ai nderohet dhe adhurohet. Prandaj fillo të lavdërosh Zotin. Armiku mendon se kjo sprovë që ti je duke kaluar, ndoshta do të thyej. Ky sulm që ti po përballon do të ndaloj ty, mos të vazhdosh më me Zotin. Ka shumë njerëz që janë kthyer mbrapa. Në 32 vite shërbes, unë kam parë plot njerëz që kanë hyrë dhe kanë dalë në kishë dhe janë kthyer mbrapa. Ky është sulmi që armiku do të bëjë. Dhe ai sjell humbje sepse kërkon që të fundosi. Por Zoti është aty dhe të ka zgjatur dorën dhe nëse ti e kap dorën, ai do të ngrej ty lart. Perëndia tha jo. Kjo do të jetë dëshmia e tyre, zjarri i tyre është dëshmia e tyre. Prandaj sot prova jote, zjarri yt, dhimbja jote, sëmundja jote është dëshmia jote. E ti do të thuash, Zoti nuk do më lëri mua pa dëshmi. Zoti nuk do më lëri mua pa shërim, pa çlirim, pa bekim, pa begati. Zoti do plotësoj nevojat e mia. Ndoshta dikush sot këtu po kalon në zjarr. Dhe ndoshta po pyet Perëndi, pse po ndodh kjo? Hiq dorë nga kjo pyetje. Pyetja pse është akuzuese, ne nuk mund të akuzojmë Zotin. Zoti do që të shfaqë lavdinë e tij në jetën tënde. Perëndia ndonjëherë nuk e ndalon zjarrin, por ai e përdor zjarrin për të zbuluar lavdinë e tij në jetën tonë. Dhe ne duhet të themi Zoti, ku jam, zbuloj lavdinë tënde në jetën time. Çfarë ishte ajo që po digjej? Diçka u dogj në atë furr. Dhe gjëja e katërt që ne mësojmë është kjo. Nuk ishin 3 miqtë e Danielit që u dogjën, por ishin litarët e tyre që u dogjën. Kur ata dolën nga furra, trupat e tyre ishin të paprekur, asnjë shenjë. Flokët e tyre nuk ishin djegur. Madje as tymi nuk i kishte prekur ata. Çfarë ishte djegur? Vetëm litarët e tyre. Imagjino që ajo që të ka lidhur ty sot do të digjet në emër të Jezusit. Zoti do vi rreth e qarkteje. Prandaj ne themi që fryma e shenjtë mbi ne na rrethon, dhe kur ai na rrethon, ai djeg litarët tanë. Kjo është fuqia e Perëndis. Djalli mendoi se po i lidhte ata. Por ama me anë të zjarrit Zoti i çliroi. Disa zjarre nuk vinë për të na vrarë ne, por vinë për të djegur zinxhirët që armiku ka vendosur në ne. Perëndia po përdor këtë sezon për të djegur litarët e tu. Ai do djegë litarët e frikës. Thuaj bashkë me mua.
Perëndia po djeg litarët e frikës, litarët e krenarisë, litarët e varësisë, litarët e dyshimit, njerëzit e gabuar, mentalitetin e vjetër dhe çdo gjë negative në jetën time. Digje tani. Zotë ta dorëzoj ty. Gjithë jetën time. Dhe fjala e Zotit thotë që ti do të dalësh ndryshe nga kjo betejë. Do dalësh më i fortë, më i pastër, më i afërt me Perëndin. Pra, kjo situatë çfarë bëri? I afroi ata me Zotin. Çfarë do të bëj ty sot mbasi ti e ke lexuar këtë ose mbasi ke dëgjuar këtë predikim? Sa të shkosh në shtëpi, merr Biblën, lexo Danielin 3. Edhe thuaj Zot, unë dua të jem më afër me ty. Unë nuk do fokusohem më te zjarrit, te problemet, te njerëzit që më lënduan, po unë do fokusohem tek ty, Zot, te dashuria jote. Edhe Zoti do bëj që këto litar do bien si hi. Nuk do jesh ti hiri. Problemet e tua do bëhen hi nga lavdia e Zotit. Gjëja e pesë që ne mësojmë është që ky lloj çlirimi i hesht armiqt e tu. Nuk ishte vetëm mbreti problemi, po ishin dhe njerëzit që i frytën mbretit në mesh. E ne themi në njerëz që mirë kali që ka ngordhur, po s'të lëre hatas mizat. Problemi janë mizat. Janë njerëzit që vinë dhe flasin negativisht. Dhe mbreti tha, nuk ka Zot tjetër që mund të çliroj në këtë mënyrë. Kur Perëndia të çliron njerëzit që të tallin, heshtin, feri të hiqet mbrapa, dhe çfarë tha Jezusi? Portat e ferit nuk do ta mundin kishën time. E ti sot duhet të gëzosh thua unë jam kisha e Zotit dhe portat e ferit nuk mund të më mundin mua. Kush triqet mbrapa? Portat e ferit triqen mbrapa dhe unë jam në sulm në emrin të Jezusit. Kombet do ta shohin lavdinë e Perëndis në jetën e kishës. Dhe njerëzit rreth e qarkteje do shohin lavdinë e Zotit në jetën tënde. Ky nuk ishte vetëm një shpëtim personal, por ishte një dëshmi publike dhe Zoti do të bëjë ty dëshmi. Dhe unë jam i lumtur që Zoti të më bëjë mua dëshmi. Sepse kur Perëndia të nxjerr nga zjarri, njerëzit nuk të shohin vetëm ty, ata shikojnë fuqinë e Jezusit në jetën tënde. Edhe ne duhet të themi Zot, shfaqe lavdinë tënde përmes meje. Trego fuqinë tënde përmes meje. Disa njerëz do të besojnë te Perëndia, te Jezusi, vetëm për shkakun tënd, vetëm për shkak se pan që Zoti të nxori ty nga zjarri. Prandaj nuk është keq që ti të shpallë dhe të tregosh dëshmi se si Zoti të ka nxjerr ty. Po, unë isha në ankth, isha në depresion, isha i shqetësuar, isha në pranë të alkoolit apo të drogës, po erdha te Jezusi dhe ai më nxori jashtë në emrin e tij të shenjtë. Edhe ti duhet ta shpallësh sepse kjo është dëshmia jote. Sa më shumë ti e shpall, aq më shumë lavdia e Zotit vjen në ty. Gjëja e gjashtë që mësojmë është kjo, Jezusi ende çliron sot. Jezusi çliron sot. Jezusi pagëzon sot. Jezusi shpëton sot. Jezusi shëron sot. Ndoshta ti duke kaluar një zjarr financiar ose një zjarr familjar, ndoshta ke konflikt në familje. Një zjarr emocional apo një zjarr shpirtëror. Por i njëjti Perëndi që ishte në furr atë ditë është këtu sot. Është njësoj. Zoti thot, unë nuk ndryshoj, unë jam njësoj. Isha jam dhe do t'jem. Zoti nuk jeton në kohë. Ai jeton në përjetësi. Ai ende çliron, ai shëron, ai na ringre, ai hap dyert, ai thye zinxhirët dhe ai fik zjarrin e armikut. Atë që djalli ka nisur për keq, Zoti e merr dhe e kthen në favorin tonë.
Edhe ne duhet ta bëjmë të gjë, unë shpesh e bëj edhe me vepra. E them atë që djalli ka nisur për keq, Zoti e merr dhe e kthen në favorin tim në emër të Jezusit. Edhe sikur ti të jesh i fundit në listë, ai të merr dhe të çon të parin. Dhe kjo është ajo befas. Ti do të thuash, unë s'kisha miq. Nuk njefja njeri, punë e madhe, njef më të madhe, ti njef Jezusin. Prandaj qëndroni Jezu Krishtin. Le të çohemi në këmbë. Ju lutem, mbyllini syt edhe hapini veshët tuaj frymore. Dhe dëgjoj, sepse kjo që do them është një lutje profetike. Ti nuk e për të fundosur në këtë sezon. Ti do të dalësh me një dëshmi nga zjarri, nga prova, nga situata që ti po kalon. Ti do të dalësh më i fuqishëm. Do të dalësh me lavdin e Zotit. Njësoj si Mojsiu kur u kthye nga mali, lavdia e shoqëronte. Dhe lavdia e Zotit do të të shoqëroj ty. Do të dalësh duke deklaruar të vërtetën e Zotit. Nëse Perëndia është me mua, kush mund të jetë kundër meje? Ai nuk e kurseu birin e tij dhe e dha për mua, si nuk mund të më dhuroj mua ai të gjitha gjërat. Ka një arsye pse armiku të sulmon ty kaq fort. Sepse ai e di që ka vajosje në ty, ai e di që ka diçka të madhe brenda teje dhe ai e di që ti do të thyesh prangat, do rrëzosh muret dhe Zoti të ka pajisur ty, të ka fuqizuar dhe të ka bërë ty të fort që ti të thyesh muret dhe standardet e të ligut. Djalli e ka humbur betejën në momentin që Jezusi hyri në zjarrin tënd. Në momentin që Jezusi shkoi në kryq 2000 vite më parë, ai i theu prangat e vdekjes, prangat e sëmundjes dhe ai u rigjall prej së vdekuris. Dhe sot dua të shpall në emrin e tij të shenjtë. Zjarri nuk do të konsumoj, ujërat nuk do të të mbysin, armiku nuk mund të të ndaloj, Perëndia do marr lavdi nga jeta jote. Asnjë zot tjetër nuk mund të çliroj si Jezusi. Nëse ti e varr besimin tënd te Perëndia, ai do të nxjerrë ty nga zjarri me fitore. Prandaj vare sot besimin tënd te Perëndia. Dhe ai është çliruesi yt. Sot fillo dhe falëndero, thoj Zot, faleminderit që ti je çliruesi im. Le të ngrem gjithë duart lart. Shpalle që Jezusi është në zjarrin tënd. Dhe ai do të nxjerrë ty me lavdi, me bekim, ai do të nxjerrë ty si një ar i kulluar. Faleminderit Zot. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen.